Po, Zejna ka qenë nxënës i mirë, nxënës i sjellshëm, nxënës punëtor. Kjo le të jetë mësim për gjithë prindërit tjerë që të kujdesen pak më shumë për fëmijët. Ky rast i humbjes së nxënësit tonë, nxënësit e shkollës fillore Zalel Ajdinin Gadime, ka prek nxënësit, ka prek mësuesit, drejtorinë edhe gjithë pranishmet në shkollë këtu që janë. Po, Zejna ka qenë nxënës i mirë, nxënës i sjellshëm, nxënës punëtor, nxënës i shoqërueshëm me gjithë shokët dhe shoqet e veta. Por ja që, domethënë nuk e deshti fati që Zejna të vazhdoi tutje jetën. Po, personalitetin e jo vetëm Zejnës, por edhe gjithë nxënësve të tjerë e karakterizojnë sjellja, e karakterizon sigurisht edhe arritshmëria, edhe mësimi, edhe shumë çka tjetër, Këto janë ato që e karakterizojnë njeriu. Familjes për fund ta ketë ngushëllimin, të jetë i ngushëlluar, ta ketë durimin, keni parasysh sepse këtë ngjarje ndodhin. Edhe si zakonisht kjo le të jetë mësim për gjithë prindërit tjerë që të kujdesen pak më shumë për fëmijët, mos i lënë vetëm dalin edhe cilën poshtë nalt, por të jenë kujdesshëm edhe ta kenë si edukator fillimisht familjen, më pasaj shkollën dhe rrethin shoqëror përgjithësi. Ky është vendi ku gjet trupi i pajeti voglushit Zejn Zejnullahu, i cili ka ndruar jetë pas i ra në lumin Gadime të fshatit Gadime të komunës së Lipjanit, i cili ishte duke u kthyer nga shkolla pas mësimit. Fillimisht i njëjti ishte raportuar si i zhdukur pasi nuk kishte kthyer në shtëpi, edhe më pas ka filluar edhe kërkimi i tij, derisa nga dëshmitarët ai është gjetur në një lumë dhe pas trajtimit që mori në CKUK, njoftohet se fatkeqësisht Zejn Zejnullahu edhe ndroi jetë.